Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar edhe nga drejtuesja politike e qarkut Ogerta Manastirliu, kanë zhvilluar një takim me përfaqësues të agroturizmit në Tiranë për të folur mbi nismën e qeverisë paketa e maleve. Gjatë fjalës së tij, Rama shpjegoi më shumë detaje nga paketa e maleve, e cila sipas kryeministrit nuk ka për qëllim të ndihmojë kompanitë të mëdha apo të jap territore publike për zhvillime private. Kreu i qeverisë tha se paketa e maleve ka lindur si nevojë për t'i dhënë zgjidhje një problemi që e ka origjinën te ligji 7501 dhe te konfliktet për pronat mes shumë familjeve, kryesisht në veri dhe verilindje të vendit. Paketa e maleve ka lindur nga nevoja për t'i dhënë drejtim një problemi shumë të madh që e ka origjinën e vet shumë larg në kohë tani më, tek ligji 7501 dhe tek konflikti me këtë ligj i shumë familjeve në zonat caktuara të vendit, kryesisht në veri dhe verilindje, po edhe në zona tjera që nuk e kanë njohur 7501 si një instrument të vlefshëm për tokën e tyre, që nuk kanë marrë mbi 7501 asnjë lloj certifikate të përdorimit të tokës dhe që e kanë rindar tokën me një herë pas ndryshimit të regjimit mbi bazën e kufive të vjetër dhe nuk kanë probleme me njëri tjetrin. Rama ka prezantuar gjithashtu programin Dyfishon ndërmarrjen tënde, një program që sipas kryeministrit synon të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kryeministri shpjegoi se ky projekt do të mbështetet nga një linjë kredie e Bankës së Shqipërisë, e cila do të përpunohet nga bankat e nivelit të dytë dhe do të ketë garanci sovrane nga qeveria. Programi i ri kombëtar që ne po përgatisim, i cili do të lançohet së shpejti. Besoj që në fund të muajit do të kemi marrëveshjen mes Bankës së Shqipërisë, bankave të nivelit dytë dhe qeverisë për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujtdo që ka një ndërmarrje, të vogël ose të mesme, dhe ka ambicien që ta rrisë ata. E kemi quajtur programin Dyfishon ndërmarrjen tënde, por nuk do të thotë që duhet të jetë patjetër dy fish, mund të jetë dhe 50%, mund të jetë edhe 3 fish, varet nga projekti. Ky program do të mbështetet nga një linjë drejt për drejt kredie e Bankës së Shqipërisë, e cila do të përpunohet nga bankat e nivelit dytë në bazë të aplikimeve, do të garantohet nga qeveria shqiptare me një garanci sovrane dhe nga ana tjetër do të ketë një interes të kredisë më të ulët se sa kredit komerciale. Kjo kuptohet, plus që do të ketë një limit deri në 2 milion euro. Paketa e maleve është një program që bashkë me fazat e tjera të këtij procesi ka synim që të japë një impuls të ri industrisë së turizmit në vendin tonë.